Përshëndetje të nderuar ndjekës të mi, ja ku po takohemi ditën e sotme me rrëfimin e radhës. Fillimisht njëherë dua ta falenderoj këtë zonjë të nderuar, e cila ma ka besuar mua një gjysmë të shpirtit të saj. Nuk dua ta them të gjithë shpirtin, sepse unë besoj që shpirti ka dritë, shpirti ka forcë, edhe forca e shpirtit është ajo që ne na ndjek, na bekon dhe na dhuron një lumturi, na dhuron një emocion të bukur në jetë. Do të flasim për një histori që e di që do t'ju prek të gjithëve. Zonja në fjalë ka dhënë gjakun për ta shpëtuar kunatën, motrën e burrit, por si në të vërtet ja ktheu kunata. Nuk dua të përmend